Alo? Eli, Po, përshëndetje, nga telefonon? nga Mitrovica. Mitrovica, qështë kam? Mirë falenderit. Qysh po kaleni? Mirë dhe ne shumë. E ke qitë ti baklavën a ju? Unë jam shumë e sinqert me juve, unë e kam porosit. E shumë mirë. Edhe më ka ardhje baklava, ishte fantastike, kështu që maca kemi pas mundësi. Ju e keni porosit, e keni gatu vetë? Unë ja? Po. Ju, familja ju? As nuk e kom porosit, ta se kum gatu vetë se jom dhe janë. Dhe janë. E qështë do me prit bajramin, tuaj? Po, shkaj në mbëlture që aty bre se vetë jetoj, shkaj që aty në mbëlture i mushi brit baklave dhe eci për shpije. Po, familjar tjerë besoj ke afer aty, apo? Po, familjar po. Shkan me bo bajram? Sigurisht. Dhe që mësë më shtë zënë gjëna, Eli i ka hub knarësia krejt bajrami, të ne mojnë men në kuën tonë, para 20 vite, që ashtot 25 vite, një javë ditë. Për para i palej shumë të isha, ti bëj shumë hasdër për mu dhe ishe mu zbëkuru e mu. Tash qësh duket? Aj, mësë më shtë zënë gjëna. Jenë largu familjet në një veti, nuk kanën mosi për para, i ka hupi dhe shia bajramit. Se di, diçka shumë interesant, mu largu kështu familjet. Po nuk është e knarësi, mosi për para nuk është.